Drilloni paralajmërin hapa ligjor ndaj Xhenetës, ja për çfarë bëhet fjalë. Drillon Rama ka reaguar pas publikimit të disa videove nga Xheneta Fytau, të cilit sipas tij i kanë dëmtuar imazhin dhe etiketën. Përmes një postimi të shpërndarë në rrjetet sociale u bë me dije se Drilloni ka angazhuar një avokate, bëhet fjalë për Bedrije Rexhepin për të ndërmarrë veprimet e duhura ligjore në mbrojtje të drejtave dhe dinjitetit të tij. Teksa thuaj në Insta Story-n e tij, jemi duke punuar për mbrojtjen e të drejtave dhe dinjitetit të tij, shihemi shpejt, duke lënë të kuptohet se do ketë zhvillime të reja në këtë çështje. E mbrëmjen e dieshme ka reaguar edhe Eduard Kuqi, i cili u shpreh me ironi pas videove të publikuara nga Xheneta për deklaratat që Drilloni bënte pas daljes se nuk ka kohë të takoj askënd, duke u shprehur: "Edhe unë nuk kërkoj ndjes shokëve të mi që nuk i kam takuar, por i lutet për të takuar kundërshtaren e tij. Ky është Drilloni, karma hits hard", ka shkruar ai, teksa jo vetëm Drilloni, por të zhgënjur kanë qenë edhe fansa të tjerë, e ndër të tjerë edhe Alba Vuka, ish banorja e Big Brother VIP, që pas këtij skandali e ka hequr Drillonin nga followers. Drilloni, i cili deklaroi se këto ishin vetëm hajgare pasi në të vërtetë as nuk kishte ndërmend që të takonte një njerëz që e ka urryer në Big Brother, duket se është në fije të perit. Kjo pasi Xheneta e ka akuzuar se ka edhe video të tjera që pret të nxjerrë në një part 2, duke qenë se është përcënuar nga njerëz të Drillonit. Pritet të shihet se si do të shkojë më tek kjo situatë.